Tregu privat i sigurisë në Shqipëri aktualisht ka mbi ngarkesë, pasi numri i kompanive që ofrojnë një shërbim të tillë është rritur duke bërë që cilësia e shërbimit që ato ofrojnë të ulet të ndjeshëm. Nisur nga ngjarja e grabitjes në Rinas, në një kohë që survejimi bëhej nga një kompani private, ekspertët sugjerojnë që institucionet e rëndësisë së veçantë ruhen nga policia e shtetit. Kompanitë fitojnë tendera kryesisht në mënyra jo të ndershme dhe kjo ka sjellë një deformim të tregut, dhe që do të thotë që nuk është se ta zëm po marrim me që ju më pyetur për rastin e Rinas, se nuk është se Cazëm me ka fituar të kontratë kompania më e suksesshme. Dhe duke mos e fituar kompania më e suksesshme, sigurisht që edhe këto gjëra ndodhin. Ky sektor pra thash ka probleme, të cilat meritojnë vëmendje më të madhe të institucioneve shtetërore, janë disa ministri të cilat kanë përgjegjësi për këtë, Ministria e Brendshme, Ministria e Financave, Ministria e Punës. Sipas ekspertëve, sektori i sigurisë publike ka nevojë për ndërhyrje dhe rregullime strukturore, në mënyrë që ai të funksionojnë me eficiencë. Se ky sektor ka nevojë për ndërhyrje të forta dhe rregullime strukturore në mënyrë të tillë që të funksionojë më me eficiencë, funksionojë mbi bazë të konkurrencës së lirë, dhe kjo konkurrencë e lirë të jetë ajo që të përcaktojë pastaj trajektoren e cilësisë së shërbimeve, mos jetë e përcaktuar kjo mbrapa zyrave të disa njerëzve të cilët sepse marrin rishfet, kalojnë para në dorë, japin para këtij apo japin atij, dhe normal pastaj që nuk ekziston asnjë mundësi verifikimi. Aktualisht në vendin tonë operojnë rreth 250 kompani private, të cilat ofrojnë shërbimin e sigurisë me 10.000 punonjës.